Mirë se erdhe tek tregimi i ditës. Është një tregim të cilin e shtyva, siç shtyva dhe librin. Por ja ku jemi, erdhi tetori, duhet të flasim patjetër për të. Sepse është një libër i cili ngacmon një plag që është diku, brenda qelizave tona, brenda anktheve tona, brenda frikërave tona. Është frika e një dite tjetër dhe kjo vjen edhe me kalimin e moshës, por edhe me ballafaqimin me vdekje, ballafaqimin me smundje dhe ballafaqimin me sistemin shëndetësor të vendit cili i përket, i cili është abstrakt, spitali është abstrakt, thot autorja, derisa ti je smur, dhe pastaj befasa i bëhet konkret, bëhet prej mishit e qaku, prej dhimbje Dhe kjo është ajo që tregon në një libër të cilin unë realisht e shtyva, edhe për pak, sepse ne kemi frikë nga kanceri. Aq më tepër nga kanceri i gjirit, është një kancer që merr gra, merr jetën e një vajze, merr jetën e një nëne. Dhe ti të duket sikur kur flet për të, sikur e afron. Në fakt, duke folur për të, ti ndihmon që disa gjëra të ndryshojnë, disa gjëra të rregullohen. Dhe unë jam shumë e sigurt që ky libër i Mira Kazhanit, një ditë tjetër, nuk është një libër akuz për sistemin shëndetësor shqiptar, por është një libër i cili e vë gishtin në plag pa e cekur plagën. Dhe e dini pse? Sepse ajo nuk fillon të tregoj sa e vështirë është në spitalin publik. Ajo e anashkalon, nuk shkon fare në spitalin publik. Ajo operohet, mbasi diagnostikohet, kuptohet, operohet dhe trajtohet në privat, në Shqipëri edhe jashtë. Kush e lexon thotë, po mirë, pse duhet ta lexoj unë këtë gjë? E pse duhet ta di unë këtë gjë? E dim që spitali publik është i vështirë, ndryshe e thënë nga një gazetare, ndryshe e thënë nga njëra nga ne, është shumë ndryshe, se sa thënë le të themi nga njerëz në komente të cilët flasin për onkologjikun, për tragjedinë e madhe që luhet atje. Ndryshe e thënë edhe nga Ina, për shembull. Ina iku e mori me vete akuzën edhe e akuzuan që ishte sëmundja që fliste. Po sëmundja do flasi, kush do flasi? Dhe sëmundja tregon të vërtetën. Sëmundja nuk e njen. Sëmundja e mirës tregoi të vërtetën, e cila është mungesa e besimit te sistemi shëndetësor shqiptar, sepse nuk ka sistem shëndetësor shqiptar për kancerin. Dhe kjo duk vetëm para 2 ditësh, për fat para se të hynim në këtë muaj, kur u bë një zëvendësim, i cili duhet ishte bërë me kohë. Një zonjë e cila drejtonte onkologjin, shefe shërbimit, kishte dalë në pension që prej vitit 2021 dhe jemi 2025 në atë pavion kishte vetëm skandale, të gjitha në media, vetëm sherre, të cilat mund të ishin të krijuara, mund të ishin reale, por nuk mund të jenë të krijuara kur ti shikon njerëz që të dalin duke marrë lek. Dhe nëse njëri merr lek, më besoni, ai që është aty sipër e di, që është shefi i shërbimit, nuk e ka lejuar të ndodhi. Dhe kjo është më e pakta, sepse të marrësh lek nga pastruesja është më e pakta, halal pastrueses kur je i shtruar në spital, se po ndron çarçafi, nuk e di se çfarë, halal, po parfitroni të thonë që ti nuk mund të marrësh kimion, që ti nuk mund të marrësh ilaçet. Sepse s'ka, nuk ka. Dhe dini pse nuk ka? Sepse ka gjithmonë një fond për X ilaçe, për X analiza, gjërat tani janë ndryshe, nuk janë si 97 në Shqipëri. Por nuk ka ndryshuar diçka e madhe dhe rëndësishme që njeriu vazhdon dhe vendos vet. Kush do i marrë këto ilaçe? Të njohurit e tij, njerëzit që mund të marrin para prej tij, njerëzit cilët ai do, i ka të afërt apo kush do. Pra vendoset kush do vdesi dhe kush do jetoj. Dhe ky është një problem shumë i madh, që dallohet më tepër në onkologjik, ku vdekja është më afër, ku vdekja është më e sigurt, ku vdekja është më e pranishme, ku ti je në një shtrat larg vdekjes. Dhe aty gjërat duhet të jenë kaq transparente dhe kaq të qarta dhe kaq të kujdesshme sa nuk mund të ndodhte që për 4 vite onkologjiku t'i liej një sheri mes 2 drejtuesve, njëra në ikje, njëri që iku, sepse më mend ai krijoi një klinikë private, dhe tani u kthye prapë po drejton. Pra është e qartë që aty ka pasur një kancer në atë pavion kanceri, i cili nuk zgjidhej për shkak të kompromiseve që mund të bëj drejtori qesutës, i cili nuk përballet me shefash pavioni për arsye se ata kanë mbas vetes eksperiencë, njerëz që kanë shpëtuar njerëz të tjerë që kanë ndihmuar apo dhe
ndihmë politike, e pushtet, edhe e lë të ndodhi. E thot, ndodhi se tani ç'do bëjmë. Kështu që një prej gjërave më të mira që bëri drejtuesja e re, nuk e di kush e bëri, që sot apo ministra, mendoj që ka bërë ministre, e cila është mjek edhe një sistemin, është që da u shapin nga sheqeri dhe nuk po quaj asnjërin shap, asnjërin sheqer, unë kam respekt për mjekët, cilët do qofshin. Kur isha duke futur këtu, më thanë që mjekja që iku, më thanë një gazetare, shpëtoi mamin tim, pra respekt për çdo mjeku, por jo për shere të cilat ngadalsojnë punën dhe shtojnë vdekjet. Kjo është e sigurt. Sa më shumë shere, aq më shumë ankth, aq më shumë vdekje, aq më shumë pamundësi për ta zgjidhur. Kështu që një shere më pak dhe ec vazhdojmë. E pra, në një pavion të tillë nuk mund të shkonte gazetarja që e dinte historinë. Unë mendoj se ajo ka vajtur të unë nuk e kam lexuar librin më përpara, unë nuk e di as mundjen e mirës, unë e kam mësuar prej saj në telefon një natë. Ajo fliste dhe unë qaja. Dhe ajo zëre se ma tha librin duke më treguar. Ko më pas më tha që shkruaj një libër dhe thash tani shpëtove vërtet. E shkruara të shpëton. Kështu që e uroj pafund dhe më keq po nis me kancerin, pastaj do të flisja edhe për letërsinë, por jemi në këtë muaj, në muajin e kancerit të gjirit, ka gra që s'ja dalin, ka gra që ja dalin, mira u bëzëri atyre që ja dalin, dhe atyre që do ja dalin, duke mbasur një ndihmë. E kam vërë edhe vetë, mira gjithashtu, shumë prej jush, që ne kemi nevojë për një fjalë dhe e dini ku po e kërkojmë tani te ChatGPT-ja. Ulemi aty dhe i shkruajmë, i japim gjitha simptomat. Çfarë është kjo? Si zgjidhet? Çfarë bëhet? Dhe inteligjenca artificiale bën një gjë që s'e bën asnjë mjek. Të thot atë frazën magjike, e ka klishe, e ka për gjithë, se ka vetëm për ty, po ty të duket sikur ta thot vetëm ty, të thot jam këtu për ty. Vazhdo dhe më pyet, unë të përgjigjem. Me qenë një mjek që e bën. E dini pse nuk e bën? Se nuk është robot. Se ka shumë njerëz për cilët duhet të merren, se ka më shumë njerëz se ç'mundet, sepse është i mbi ngarkuar, jo sepse është njeri i keq. Është mbi ngarkesa që e bën të tillë. Kështu që kjo është një prej gjërave që duhen gjithashtu parë, mbi ngarkesa e këtyre mjekëve. Pamundësia e tyre për të qenë kujdesshëm me çdo pacient. Dhe pastaj pacienti shkon ose te inteligjenca artificiale, ose mjeku popullor, e ku diun se ku, e një pjesë desin nga neglizhenca, një pjesë nga keqkuptimi, dhe kështu të ikën jeta kot. Kur në fakt jeta është jotja dhe sa po merr atë lajmin që nuk është dënim me vdekje, po është lajmërim për rrezikun e jetës tënde, ti duhet vjesh në punë. Duke përdorur gjithçka mundesh, siç Mira bëri, Mira në mes të mirave, mësoi që kishte kancer gjiri në 2 gjokset, dhe kjo duke pamundur, një vajzë që shkonte në palestër, nuk abuzonte, jetonte mirë, krijonte çdo gjë ishte pro saj. Por jo smundja. Ajo e përballon në një mënyrë, nuk di ta krahasoj, do të thënë nuk kam, gjithmonë kur kam folur për kancerin e gjirit kam qarë, gjithmonë kur kam dëgjuar histori grashe dhe vajzash që ja kanë dalë ose s'ja kanë dalë, gazetare, mësuese, punëtore, nëna, jo nëna, gjithmonë kam qarë edhe nuk jam munduar të mos të qoj hollësira, duhet ta pranoj. Frika e madhe që mbaj larg, mos qollësira, mos mëso asgjë. E dini si është si ajo kur je në avion edhe shikon atë stewardesën që fillon të tregon që çfarë të bësh në rast se avioni bie. Ti thua, po avioni, ç'do bëj unë me këtë që më thot ajo, as do më kujtohet asgjë nga këto dhe nuk do shpëtoj. Dhe ti mundohesh as mos të dëgjosh, të ulësh kokën dhe të mos mendosh për atë momentin e tmerrshëm. Kështu është edhe frika që ti ke nga kanceri. Më mirë të mos mendoj, thua se po erdhi, unë nuk e di a do shpëtoj dot. Shpëton. Po ta thon mjekët, shpëton, duhet vetëm të prekësh gjoksin tënd, ta kontrollosh, ta njohësh trupin tënd, dhe po flasim për kancerin e gjirit. Janë të tjera plot, të cilat gjithashtu zbulohen me analiza. Por po flasim për kancerin e gjirit, që mëso të kuptosh si funksionon trupi yt, mëso të bësh pyetjet e duhura, mëso të bësh kontrollin e duhur. Kjo është kryesorja parandalimi dhe në Shqipëri. Është futur parandalimi, gratë po ndihmohen me mamografi, do të thënë gjërat që ndodhin dikur tani janë shumë më të lehta. Sidomos në tetor, po s'ka gjë, e di pse në tetor gjitha, po s'ka gjë, edhe një herë në vit të shpëton jetën. Sidomos ka gra pas një histori që një herë në vit i shpëton jetën sigurisht. Ka gra që ju thuhet një herë në 6 muaj, ato e dinë dhe duhet shkojnë, por edhe gra që se kanë fare iden, kur ka shumë informacion, një herë në vit shkojnë edhe e bëjnë këtë gjë, qoftë edhe në tetor, edhe kjo shpëton jetën.
mira shpëtoi edhe sepse e kapi në kohë. Ose më saktë, sidomos sepse e kapi në kohë. Dhe pastaj shpëtoi sepse u fut në sistemin e duhur të shërimit. Ishte vetja e vet, kryesorja, pa ty që vendos të bëhesh me mjekun dhe jo me smundjen, është e vështirë ta përballosh, sepse janë tre kur është një kancer. Është kanceri, është mjeku dhe është pacienti. Janë 2 kundër 1. Po bëre me kancerin dhe u dorëzove, mjeku nuk ja del tot. Po bëre me mjekun, ju mund një kancerin dhe kjo është më e mundshme, siç ndodhi në rastin e Mirës, që gjeti mjek të dur. Kur lexoj emrat e tyre mendoj që ka mjek të dur në Shqipëri. Nuk janë bashk, si kundër ka shqiptar të dur kudo, nuk janë bashk. Sistemi është shumë i rëndësishëm se njeriu. Sistemi është i rëndësishëm sepse nëse te onkologjiku nuk funksionon çdo gjë, është e pamundur. Dhe prandaj ajo e anashkaloi onkologjikun. Nuk e kam të qartë në fakt çfarë ndodhi. Ajo nuk e thot çfarë ndodhi, po e thot në mënyra të tjera. Kur tregon futjen te QSUT-ja, tregon atë kaosin e madh. Që është në fakt kaosi i sistemit, sepse QSUT-ja është e jashtëzakonshme. Fotografia që unë mbaj mend nga QSUT-ja me këtë që është tani, nuk ka lidhje. Po edhe komunikimi, vajzat dhe djemt e rinj, për ashtu shërbimin e parkimit që është rëmujë e madhe dhe shërbimin e hyrjes te urgjenca që varet prej një policia private, të cilët duhen shkrirë. Më fale që përdor të fjalën, po unë po ta drejtoja atë institucion do t'iqja në vend, sepse do arrija të kuptoja që ata nuk din të sillen, ata janë të tmerrshëm. Nuk e di kush janë. Nuk e di, si mund ta zëvendësonin këtë gjë, pa është kryesorja, porta e hyrjes të ca njerëzve që nuk din të sillen, që janë llahtar. Dhe parafityroni, ti je mirë dhe të përballesh me ta dhe të çmendesh, më ka ndodhur. Por parafityroni ti je me kancer dhe të përballesh me ta. Apo të përballesh me një rrëmuj të madhe që shikon aty, sepse është rrëmuja e njerëzve të cilët kanë vetëm një derën e qendrës universitare spitalore Nën Tereza. Ky është problemi, është vetëm një. Kështu që ata vinë gjithë aty. Dhe në këtë kaos të madh, ajo nuk ja del të mos ketë frikë, kështu që gjen një rrugë tjetër dhe kjo është rruga e privatit. Shkon në një klinikë private në Tiranë, shkon te një doktor privat, operohet aty dhe më pas në libër këtë bën. Ajo flet kaq me lakurqësi, kaq me vërtetësi, sikur është në një tavolinë operacioni. Është e shtrirë, është lakuriq, mbyll syt, nuk shikon askënd dhe flet. Do thonë, unë kështu e parafityroj këtë libër të shkruar nga një vajzë që ka vendosur të mbylli syt, të qëndrojë lakuriq dhe të flasi. Pa doreza, pa akuza, pa dhimbje, pa viktimizim, thjesht me lakuriq. Sepse kjo është ajo që nuk bëjmë dot, sepse nëse ti zhvishesh thua sa turp, më pan. Turp në çfarë? Për çfarë? Unë po të tregoj smundjen, po të hap kraharonin dhe po të tregoj gjithçka. Vetëm gjë që bën, ajo është që mbyll syt, sepse mbyllja e syve të krijon një mundësi për të mos u ndjerë e gjykuar. Dhe ajo nuk do të ndihet e gjykuar ndërsa shkruan, po them perceptim personal, nuk e di si është e vërteta e saj. E këtij libri nuk kemi folur, nuk e kam ditur për të, kështu që po fles çfarë mendova unë kur e lexova. Dhe flet si një vajzë që nuk shikon fare se quhet nevojshme kush do e gjykoj dhe kush do e lexoj, po thjesht flet që të shpëtoj. Edhe ka shpëtuar. Unë uroj që dhe fizikisht, mbasi ka bërë të gjitha analizat, mbasi ka kuptuar çdo gjë, ajo të ketë shpëtuar. Por me një kosto të madhe, koston e një traume që merr kur ti smuresh, edhe me një përballje me një realitet të cilin ndoshta s'e ke ditur që ishte kështu. Sepse ne flasim gjithmonë propaganda, gazetarët e propagandës, njerëzit e Ramës, të Berishës, të Metës, Veliajt. Problemi është që njerëz janë. Dhe kur përballen me sëmundjen, edhe ata që flasin mirë apo keq, arrin të kuptojnë realitetin e shërusit, kush është përballë teje. Dhe shërusi ynë është i smur. Këtë duhet ta pranojmë.
mira këtë tregon. Vajti e smur të shërusi, e pa atë të smur dhe u largua, sepse donte të jetonte, dhe gjeti një shërues jashtë sistemit, më pas jashtë vendit fare përsëri, dhe ja doli duke qenë një outsider, duke për gjërat të gjitha përsi jashtmi, duke mos e prekur sistemin, sepse pati frikë, donte të jetonte. Po njerëz që nuk munden? Jo, nuk mundën shkruajnë libra, se shkruash libër është një... Kjo është e jashtëzakonshme kjo që ka për mira, domethënë e ka kaluar. Ka shkuar në punë se i duheshin para të paguante faturat, sepse çdo gjë kushton. Ka vazhduar punën pa folur fare për veten e saj, fare. Ka qenë ajo kanceri i saj dhe i ftuari përballë dhe ajo nuk ka folur sepse s'ka dashur ta trëm tjetrin, përkundrazi ka dashur ta dëgjoj. Dhe në fund janë dashur parat e muajit për të paguar faturat e shtrenjta të vendimit që kishte marrë për t'i bërë gjitha gjërat në private dhe jashtë. Nuk e di. Realisht ajo që ne themi larg qoftë, i bim kësaj, sepse e dim se e vështirë është. Puna është që kur vjen, ti do të marrësh vendimin tënd. Dhe vendimi i mirës ishte të bëhej me mjekun, pavarësisht cilin mjek. Vendimi i sistemit tonë shëndetësor është të bëhet me pacientin dhe të bëhet bashk, pa sheret e një shefi me një mjek të mirë cilin e përzë, se na duhen të gjithë në këtë luftë. Nuk kemi luksin të përzëm njëri. Pra as për egon ton, as për parat ton, as për pushtetin ton, se 2 metra është në fund. Besoj kur i mbyll një syt, ose kur vdes të njëri afërt, ose kur keni frikë për veten apo për njëri, e dini çfarë na pret. Atëherë për çfarë janë gjitha këto shere dhe këto tmerre, kur pas nuk do lësh asnjë emër të mirë, përveç ankthit që ke shkaktuar tjerëve. Kështu që ka disa njerëz të cilët marrin përgjegjësinë të drejtojnë, dhe këta janë ministra shëndetësie, siç është në rastin konkret, zonja që flasim, një mjeke, një shkencëtare, një grua me zemër. Unë uroj fort që në mos bëft asgjë tjetër të bëj këtë, të rregulloj sheret e brendshme, të cilët mbajnë në këmbë njerëz që shkatrojnë karriera të rëndësishme ose shkaktojnë shere të forta që largojnë pacientët. Sepse ai spital është për të pasur pacient që i shëron dhe jo për të shëruar ato gjërat e vogla që vëm të gjithë në spital dhe pastaj për të mëdha themi s'është këtu. Se kjo më ndodhi para ca kohësh. Pash një pavion të jashtëzakonshëm, ku ishte vërë ndorë në mënyrë të jashtëzakonshme, ca mjek fantastik, po vetëm një pacient pash aty. Një fëmijë të sëmur me kancer. E kuptova që fëmijët, nënat, i sjellin aty për diagnostifikim, kur kanë gjërat lehta, i lën, po për gjërat vështira ikin. Dhe ato dhoma janë bosh qofshin gjithmonë, sa më pak sëmundje paqen, po nuk është e vërtet që janë pak, dhe nuk është e vërtet që s'kemi të sëmur. Po s'kemi besim të sistemi. E pra këta mjek kanë mjekuar dhe 97-ën, kanë qenë aty në krye detyrës, janë njerëzit tanë, janë mjekët tanë, kanë bërë gjithçka, janë aty, nuk janë larguar, janë kthyer nga jashtë, janë më të mirë se ç'kanë qenë, kanë mjete shumë më të mira se ç'kanë qenë. Po besimit e ta është jashtëzakonisht i ulët tani që flasim, dhe po flas për besimin, sidomos të smundet e rënda. Dhe kjo është e rëndë. Dhe kjo i takon njerëzve, të cilët drejtojnë, të rikthejnë besimin. Unë tek njerëzit që besoj. Dhe më kap ankthi kur lexova librin e Mirës, ja, realisht kështu jam mbledhur, duke menduar çfarë të merri të vi një gjë e tillë, të vi një sfidë e tillë, çfarë të merri për njerëzit që ke folur kaq mirë që ke besuar, të thuash, jo, se kisha për vete, kisha për tjerat, jo, nuk do doja kurrë që kjo të jetë e vërtet. Ne kemi në dorë bashkë me Mirën, bashkë me shumë zëra, bashkë me letrën e fundit të Ina Kasimatit, bashkë me zëra vajzash dhe grash, edhe zërin e Alketa Cukallës që foli para një viti, ndërsa ishim bashkë për kancerin e gjirit në Albanën. Edhe të Ninës, të cilën kemi intervistuar para se t'i ikte. Bashkë me zërin e shumë grave që s'janë më, dhe grave që ja kanë dalë, të cilat kanë turp të flasim. Ta lëmë njanë turpin, të bëhemi bashkë, të flasim. Kundër, sepse sistemi këtë bën,
Sa më shumë turp të kemi ne, sa më shumë frikë të kemi ne, aq më shumë forcohet ai në të keq. Dhe aq më shumë ai forcohet në të mirë dhe bëhet sistemi që na mbron kur ne flasim. Dhe prandaj është e rëndësishëm le të mos e quajmë ky libër që akuzon, po ky libër që tregon paqt, qartë edhe qetë historinë e një vajze me kancer, e cila luftoi dhe bëri të pamundurën për jetën e saj. U bë me jetën, u bë me mjekun dhe ja doli. Çdo të thotë ja dalësh. Do të thotë që të bësh analizat dhe ato të thonë që ti je cancer free. Do të thotë që të mos flesh me ankthin që ai do kthehet. Ne nuk e dim asnjëherë çfarë ndodh në jetë. Por besimi i fortë është që ai nuk do kthehet, ai nuk do vi. Që dhe kur të ndodhi dhe nëse ndodh, unë do jem aty për ta luftuar, sepse unë jam në jetë për hir të jetës, sepse unë e dua jetën. Dhe që ta duash jetën, nuk bëhet vetëm me poza Instagrami, me kordele roz. Bëhet me fuqi të madhe. Bëhet me tregime me zemër në dorë, si ky një ditë tjetër, që ja u sugjeroj vajzave dhe grave, jo thjesht atyre që janë në betejë me kancerin, por edhe atyre që janë në një betejë për jetën, sepse marrin fuqi nga një vajzë që ka folur realisht kështu siç i thash. Lakuriq në një sallë operacioni, me sy mbyllur, duke treguar gjithë të vërtetën e saj. Ndërkohë që flasim, autorët ka një gjë të bukur vjeshta, kanë nxjerr autore femra, gra. Disa autore janë më të lexuarat tek libraritë më të rëndësishme të qytetit, janë gra. Më të shiturat janë vajza gra, është Ledia, është Lea, është Mira. Dhe disa të tjera, po më shumë. Unë nuk e di kush është e para, po unë uroj që të jetë Mira e para. Unë uroj që më shumë njerëz të blejnë Mirën, me gjithë dashurinë e madhe dhe dëshirën, sepse unë kam lexuar Ledian, Lean ende do ta lexoj, po Ledia është pa kaq mendjen, ja u kam thënë me keq kuptimin. Lean do ta lexoj tani, kam lexuar Frin të parin, nuk e vë ndyshim që është një libër i mirë përsëri dhe mezi po pres ta lexoj. Por unë nëse do bëj një konkurs për të treja, pavarësisht leximit do thosha Mira. E dini pse? Sepse po e them me fjalët e Elena Kadares, kur një ditë flisja, nuk e di se për kë, për dikë që ishte jashtë, për një juriste kam përshtypjen që ja kishte dalë, bënte diçka fantastike. Elena Kadare, një grua që shkruan gjithmonë në momentin e duhur, kur njëri ka nevojë të dëgjojë një fjalë, më shkroi një mesazh dhe më tha: "Të vështirë kanë ato që ja dalin jashtë, por gëzoju vetes, sepse ti e ke shumë të vështirë, ti e ke pasur shumë të vështirë duke ndënjur këtu. Këtu është shumë e vështirë, vjetesa." E thash në mënyrë prozaike, e thash shumë bukur, siç flet Elena Kadare, një fat i madh që e kemi atë zonjë. Dhe unë me këto fjalë po ja them Mirës, të vështirë ka Lea dhe Ledia të shkruaj dhe të jetë bestseller, por ti ke pasur më të vështirë edhe jetën, edhe ekzistencën, edhe shkrimin. Kështu që unë votoj për ty, ti je para për mua. Votoj për vajzat që kanë bjetuar duke qëndruar këtu, për vajzat gazetare, me sakrificën e madhe edhe të mungesës familjes, të fëmijës, edhe të përplasjes me komente të tmerrshme, shtazarake, të llahtarshme, të njerëzve të çmendur të këtij vendi që sa vinë shtohen, po s'kemi çfarë u bëjmë, të cilët kujtojnë që kur ti je aty përballë, je që të pështyn. Jo, ti aty përballë nuk del që të pështyn se ti i mirëpret të gjitha. Ti aty përballë që të ndash pak nga jeta jote, e cila mund mos jetë më e mirë, po është jeta e njeriu më të guximshëm. E këtë me ç'duket njerëzit nuk ta falin, guximin. Kështu që mos e paragjykoni njeriu që del përballë dhe të flet. Duajni mos e duajni, por mos e bëni tabelqitje, sepse shkaktoni drama të mëdha, të cilat nuk kanë çmim. Këto janë dramat e vajzave që kanë vendosur të dalin përballë. Dhe përsëri po them, nuk janë vajzat e Instagramit. Unë nuk e njoh atë realitet. Flas për vajzat që pyesin, që bëjnë intervista, që guxojnë, për vajzat të cilat janë mjekët zonjat, për vajzat të cilat janë drejtoresha, se sa dëgjojmë çfarë dëgjojmë për ato, përfitro çfarë i bëhet jetës tyre. Jetës një gruaje në karrierë, ministre, tabelqitje, tmerre, politikane.
Prandaj them, ato që qëndrojnë këtu, janë të heqësh kapelen. Aq të vështirë e kanë. Dhe edhe pse nuk do ketë një ditë një garë për të thënë kush iku e kush erdhi, kush mbijetoi, mendoj që nuk do ketë, përsëri thellë brenda vetes, secili e di fort mirë çfarë sakrifice është të mbijetosh si vajzë në një vend maskilist si Shqipëria, edhe në një vend me pak kënaqësira si Shqipëria, ku njeriu kërkon që fajin t'ia hedhë gjithmonë tjetrit. Prandaj ju e shkapelen vajzave që jo vetëm qëndrojnë, por edhe tregojnë. U shtofshin vajzat edhe gratë që mbjetojnë kancerit të gjirit. I mbjetojnë kancerit të shoqërisë, i mbjetojnë kancerit të sistemit që do kohë të shërohet, i mbjetojnë pamundësive që t'jep një vend i vogël si Shqipëria, ku shumë kush mendojnë që nuk bëhet, nuk zgjidhet e aty ikim. Unë në të gjitha mënyrat e mia do doja të thosha e atërim, edhe pse unë e di vrerin që më pret kur them ktheu eja qëndro. Unë besoj fort te njerëzit që qëndrojnë, unë besoj fort te njerëzit që mbjetojnë, unë besoj fort te njerëzit që ja dalin, unë besoj fort te njerëzit që e duan këtë vend pa kushte. Regjistrohet tek dritare televizion dhe Rudina Xhunga, folëm sot për një libër i cili më la një mbres rënjose dhe gëzohem për çdo njeri që shkruan për këtë libër. Jam e gëzuar vërtet që ka shumë gazetare që po e bëjnë. Nuk e bëjnë se mira është njëra prej nesh dhe gazetare, po mbase e bëjnë dhe për këtë dhe shumë mirë bëjnë. E bëjnë se është libër i mirë. Regjistrohu tek dritare televizion dhe Rudina Xhunga është një kanal i cili është kanali yt, i shumë zërave të cilat bëjnë një zë të madh të rëndësishëm, dritare televizion.